mendoj se mund të filloj me disa informacione të përgjithshme, meqense kemi mjaftueshëm pjesëmarrës për të ndarë disa qëllime të përgjithshme dhe se si Art Ladies Tirana funksionon. Për gjithë ata që nuk njihemi dhe sot është hera e parë që jemi këtu, shumë kënaqësi që jeni pjesë e këtij eventi. Ky event vjen si pjesë e disa serive që ne kemi tek Art Ladies Tirana Chapter. Unë jam Agresa Qosja, jam Regional Representative. Bashkë me mua janë dhe një grup aktualisht vetëm vajza, por që ne jemi sigurisht të hapur që edhe djemt të bashkohen në ekipin tonë. Art Ladies Tirana funksionon tashmë prej më shumë se një vit e pak në Tiranë si një kapitull i veçantë i Art Ladies Global, me të cilin janë të organizuara më shumë se 200 kapituj në disa nga qytetet më të rëndësishme të botës. Qëllimi i vetëm ose më i përgjithshëm i Art Ladies Tirana është fuqizimi i vajzave, të rinjve, djemve, të gjithë ata që janë të apasionuar pas data science, technology, artificial intelligence, por gjithashtu edhe tema të tjera që lidhen ashtu siç e kemi edhe sot me leadershipin apo me çdo le të themi temë tjetër që fuqizon ata në fushat e tyre, qoftë profesionale, qoftë personale, se si ata ta njohin më mirë veten dhe të arrijnë të gjitha qëllimet në jetën e tyre. Sot, për herë të parë, ne do të hapim serin Spark, që është një seri e re, jo e fokusuar domosdoshmërisht në data science, AI dhe technology, qoftë gjithashtu edhe në gjuhën e programimit R apo Python, por që do të ketë tema të përgjithshme të ftuar special që shpërndajnë njohuri dhe ndajnë atë rrugtimin e tyre apo qoftë edhe kushtat e tyre profesionale që secili nga ne të mësojë nga ato dhe pse jo t'i përdor ato njohuri në jetën e tyre të përditshme, por qoftë edhe profesionale. Nuk e di nëse kam harruar diçka më shumë, Eralda, nëse mund të shtosh diçka, ose... Po, unë të bëja një tjethet, po unë jam shumë e entuziazmuar, sepse ne bëm në nëntor Art Ladies Tirana, bëri 1 vjeç, dhe unë jam shumë e lumtur që si iniciatorja për ta sjellur këtë chapter, kapitull të ri në Shqipëri dhe në Tiranë, ndjem shumë mirë që ky produkt i u bë 1 vjeç, por pa diskutim, do të thënë falënderime shumë për Agresën që ishte mbështetsja kur unë shpreha atë idenë, edhe Agresa tha po e bëjmë, sepse sikur se e dini, do të thënë të mbash komunikimin, aktivitetet, të mbash pak entuziazmin kur nuk je në Shqipëri është e vështirë, por duke patur një skuadër kaq të mirë vajzash, unë jam shumë komode, ndjem shumë e lirë, ndjem shumë rehat me gjitha aktivitetet. Ne bëm një event shumë të madh në maj, The Power, që ishte një ndër eventet totalisht me vullnetarizëm, domethënë të gjitha vajzave aty, dhe të tjera evente kemi planifikuar, sikurse është dhe Sparku që Agresa e përmendi. Ne nuk jemi shumë, por jemi shumë mirë. Pra jemi shumë pak vajza, do dua t'i përmend emrat, sepse duke qenë se jemi pak, është shumë komode për mua që t'ja them të gjithave dhe dua që t'ja përmend, duke filluar me Agresën, Marizën, Lulen, Arnisën, Ledian, Renisën, Casey, Angelën dhe Fionën, që na janë shtuar më së fundmi dhe që po na ndihmojnë shumë me pjesën e social media dhe organizimeve të eventeve, dhe shpresojmë shumë që tani e tutje të mos ju ndahemi ose të afrojmë pranë vetes edhe më shumë pjesëtar të këtij komuniteti apo persona që duan që të na bashkohen me eventet që kemi planifikuar, dhe një falënderim shumë i madh për Migenën, meqense po e hap Sparkun si një seri të re të Art Ladies, edhe të gjithë të tjerët që ne kemi filluar t'i ftojmë dhe që kanë shprehur gatishmërinë për të qenë, saqë kemi shkuar me booking deri në verë. Jam vërtet shumë e lumtur dhe asnjëherë nuk do t'i themi jo askujt që ka dëshirë që ndaj me ne dhe me të rinë shqiptar, domethënë profesionistët shqiptar, disa njohuri për t'i ndihmuar dhe motivuar dhe për t'i shtyrë ata në zhvillime të mëtejshme profesionale. Kështu që faleminderit të gjithëve. Okej, po marrëm. Faleminderit Eralda ty
për gjithë të nismën, paraprakisht edhe për pranim, le të themi. Siç tha edhe përmend Agresa më përpara, sot ne shpalosim një sesion të ri, le të themi, të Our Ladies, i cili është Spark. Nga vetë emri Spark faktikisht për personat që nuk e dinë është një bashkim disa emrash, që do thotë share, present, aspire, reflect edhe know. Nga vetë emri është një sesion në cilin ne do përpiqemi që të ndajmë eksperienca, informacione që edhe personat cilët kanë ato vështirësi në jetë mos kujtojnë se çdo gjë është një vije drejt, por kanë të uljet e ngritjet edhe ky është qëllimi ndoshta kryesor i këtij sesioni që kemi hapur, sepse duam që edhe ata personat që shikojnë që kanë vështirësi momentalisht të kuptojnë që jeta është me ulje dhe ngritje dhe normalisht ka një pikë kulminante që mund të arrijmë gjithsecili prej nesh. Edhe sot si nismë e kësaj, si fillim i kësaj nisme, kemi Migenën, e cila do na flasi rreth leadershipit, dhe do na bëj të kuptoj që leadershipi nuk ka të bëjë vetëm me persona të cilët kanë një pozitë lart ose persona të cilët kanë shumë vite në punë, por ka të bëjë edhe me persona të cilët janë njerëz thjesht, por që duhet të kuptojnë që leadershipi fillon nga vetja jonë, paraprakisht, pastaj përqasja është në ambiente të tjera. Mika është coach, yes, edhe leader, trajner leadershipi, e cila punon kryesisht me inxhinier, profesionist teknik, duke ndihmuar në udhëheqje me besim edhe qartësi. Mikena sot do na flasim, ne kam shumë kënaqësi edhe falenderoj shumë në emër të Our Ladies gjithmonë që na e bashkuar në këtë sesion të parë. Është pak e vështirë gjithmonë nisja e parë, domethënë personi i parë, por që faleminderit shumë që marrë iniciativën edhe na bashkove edhe fjala është për të. Faleminderit. Faleminderit gjithave. Është kënaqësi edhe për mua që të jem këtu bashkë me ju edhe me zor përpres, do të thënë që të ndaj dhe unë të jap kontributin tim për Spakun, edhe nderi madh që jam edhe para. Shumë faleminderit. Kështu që siç e tha edhe Marisa, sot do flasim për leadershipin, që është jo si diçka formale apo si e largët, por që është një mënyrë e të qenit. Dhe unë nuk do shkoj me që Marisa më prezentoj, por çfarë do bëjmë sot, domethënë 3 pyetje kryesore që do prekim është që çfarë është leadershipi në të vërtetë, si mund të aplikojmë në jetën tonë si student, se kam hamendsinë domethënë që shumica juaj jeni student, por që edhe mund të jeni në profesionet tuaja të para, dhe pse ka kaq shumë rëndësi, domethënë jo vetëm për karrierën, por edhe për jetën. Right? Po për këtë doja të pyesja dhe juve, domethënë që nëse mund të prezantohet pak në chat, që edhe të kuptoj tamam domethënë që ku jeni. Emrin do të ndërtoj pak ndoshta më gjana për sa përket këtij pjesës, nëse do mundet të prezantohen edhe që në fund kemi një minutazh të vogël për sa përket pyetjeve ose çfarë do lloj informacioni tepër që do donin edhe do donin të pyesnin, mund t'i vendosin në chat që në fund pastaj të kemi mundësinë që të japim një lloj informacioni më shumë në personave që kanë interes. Po, pikërisht. Do kemi pak kohë për pyetje dhe përgjigje në fund. Kështu që nëse mund të shkruani emër edhe mbiemër dhe çfarë studioni. Ja, mbiemër s'ka problem. Me çfarë po studioni? Fiksojmë edhe pak në fundi, pastaj besoj sepse do duhet secili që ti shkruaj edhe inteligencia artificiale. Ana për shembull, inteligencia artificiale. Nice. Inxhinieria elektrike, inxhinieria informacione, kryesisht të shpusha e teknologjisë, AI. Interesante. Faleminderit. Me dhe matematikien, po, data science, AI. Kështu që kryesisht janë persona të cilët janë në fushën e teknologjisë. Shumë interesante. Faleminderit. Tani do të pyesja një pyetje tjetër. Ne ta bëjmë edhe pak interaktive. Domethënë, çfarë është lider për ju? Nuk do thjesht nga përvoja që keni që çfarë bën, çfarë karakteristika që bëjnë një person, një lider. Ndoshta kjo mund të jetë pyetje pak më e gjatë, le të themi që ka nevojë për një përgjigje pak më të gjatë, por gjithsesi,
dikush që të drejtojë në rrugën e duhur është një përgjigje. Besoj që gjithsesi presim nëse ka përgjigje nga persona tjetër, por që nëse mund ta elaborojmë pak a shumë që të vazhdojmë edhe ne me pjesën e prezantimit, ndërkohë që edhe personat e tjerë të na shkruajnë se çfarë mendojnë. Veda po ja pak më interaktive, por gjithsesi unë do ju sjellja një Pyetje pak, një do të thotë ka nevojë për një përgjigje pak më, do të thotë duhet menduar, kështu që mendoj që i kuptoj deri diku personat që po na shkruajnë, sepse nuk është përgjigje pyetje e lehtë në fund të drejtën, kështu që gjithsesi besoj duke vazhduar duke na kthyer përgjigje edhe. Okej, do ta bëj pak më të lehtë përgjigjen, sepse në vend që të përcaktohet, domethënë nga pozicioni apo titulli, liderat janë ata që marrin përgjegjësi për botën e tyre. Domethënë se cili nga ne është lider. Kjo do thotë që ne të gjithë jemi përgjegjës për të krijuar botën tonë së bashku, domethënë çdo ditë. Dhe çdo kush ka kapacitet për të udhëhequr, sepse leadershipi është një zgjedhje funditës dhe fillon me atë me gatishmërinë dhe hapësirën dhe hapjen për të marrë përgjegjësi për ato që po ndodh në botën tonë. Prandaj është kjo që çdo kush është lider, jo sepse kemi një rol, po sepse kemi aftësinë për të marrë përgjegjësi për botën tonë. Dhe mbase kjo, ideja e botës është shumë e madhe, po që bota jonë mund të jetë grupi juaj i studimit, domethënë familja, shoqëria, një projekt, apo thjesht mënyra se si sillemi për ditë. Right? Prandaj po them që leadershipi nuk është domosdoshmërisht një rol, por është një këndvështrim. Dhe ka të bëjë domethënë shumë me aftësinë për të marrë përgjegjësi për botën tonë. Right? Pra është kjo këndvështrimi, siç ju thash, edhe perspektiva që kemi, është mënyra se si i shikojmë situatët, domethënë çfarë mund të bëj unë këtu, si mund të kontribuoj unë, çfarë kërkon kjo situatë nga unë. Domethënë gjatë gjithë kohës kthehet ai. Tashi është rrëzohet komplet ai miti që një person duhet të ketë 10 vite eksperiencë që bëhet lider, ose duhet të jetë person që ka nuk e di, një post shumë të rëndësishëm që quhet lider, pra duhet kuptojmë që leadershipi është within ose vjen nga vetja jonë, nuk ka të bëjë më tepër me eksperiencën e punës ose me rolin që të kanton praktikisht. Okej. Do i bëjmë, po që përgjigjet në fund ta mbarojmë prezantimin edhe ta shumë. Pra siç e përmendëm edhe këtu, domethënë që ka të bëjë shumë me punën, me familjen, me komunitetin tonë. Dhe kudo që të jemi, domethënë jemi tashmë të udhëheqim, right? Për ta përforcuar këtë lloj ideje, do të mbështetem tek një model që e kam mësuar, domethënë kur kam bërë unë programin tim leadershipit, që është model shumë dimensional dhe shumë gjithëpërfshirës, që është modeli coactive. Është ky model që ka 5 dimensionet e leadershipit. Dhe secili prej nesh në momente të ndryshme luan role të ndryshme dhe mund të marrë leadershipin pavarësisht nga rolit apo nga titullit, duke lëvizur në mënyrë shumë fluide nga një dimension në tjetrin, sipas rrethanave dhe nevojave të momentit. Domethënë kjo është e gjithë ideja, çfarë kërkon ky moment prej meje dhe çfarë duhet bëju në këtë moment, right? Prandaj janë edhe këto 5 dimensionet, me dhe mënyrat e ndryshme për të udhëhequr. Do ta fillojmë secilin një nga një dhe do ju shpjegoj edhe t'ju jap edhe shembuj të ndryshëm që të kuptohet sa më mirë, domethënë se si është secili nga këto dimensione. E fillojmë me leadershipin në krye. Right? Dhe kur flasim zakonisht për leadership, shumica e njerëzve mendojnë fillimisht këtë dimension, domethënë, lideri në krye, ai që jep urdhra, ai që drejton, por në këtë dimension, domethënë për të qenë lider në krye nuk do të thotë që të jesh shef apo të japësh urdhra, por të dish diçka. Një lider i vërtet në krye është që ai që krijon lidhje me njerëzit. Domethënë këtu në këtë kemi dy, ja kam vënë në anglisht, domethënë që të jenë më të qarta mbas ndonjëherë se shqipja. Por që ka këtë që krijon lidhje me njerëzit dhe të jep drejtim të qartë. Domethënë ja gjatë gjithë kohës nëse i shihni këto pjesën, mënyrën e trupit të tyre, është që jam e lidhur gjatë gjithë kohës me njerëzit që kam dhe jap edhe drejtimin, domethënë gjatë gjithë kohës e drejtoj diku. Pra, njerëzit nuk ndjekin ide, ata ndjekin
zakonisht energjinë edhe qëllimin. Dhe në këtë dimension, lideri nuk përpiqet që të jetë të duket i fortë. Nuk ka nevojë që të ketë gjithë përgjigjet, por ka guximin që të qëndrojë përpara dhe të tregojë rrugën. Pra, lidhja është lidhja, kjo connection që vjen para drejtimit, sepse pa lidhje, drejtimi nuk funksionon, right? Njerëzit sepse nëse njerëzit nuk ndihen të parë, të dëgjuar dhe të vlefshëm, ata nuk japin më të mirën e tyre. Dhe kjo është këtu, domethënë, edhe nëse ideja është e shkëlqyer, domethënë ka nevojë për atë lidhjen njëri me njëri. Dhe kjo është se si mund të aplikohet për shembull ky lideri në front, ose një shembull që si mund të jetë. Për shembull, nëse keni parasysh një situatë emergjente, për shembull ka ndodhur një aksident, ka ndodhur kaos, ka panik. Zakonisht po ta vini re janë një ose dy persona që marrin iniciativën. Ata janë lider në këtë dimension, domethënë ata që marrin përgjegjësinë, marrin drejtimin në atë moment. Domethënë ata nuk janë shefa, por që janë njerëz që domethënë që qetësojnë atë moment, që japin drejtimin, krijojnë bashkëpunimin, japin udhëzime se çfarë duhet. Right, domethënë dhe pa të tjerët, pa pasur dhe atë bashkëpunimin e të tjerëve, nuk është se të ndodhe diçka. Sepse këtu është që liderin krye udhëheq përmes lidhjes dhe jo kontrollit. Right? Dhe si mund ta praktikoni ju si student në këtë domethënë këtë dimension, është që për shembull të flitet qartë për qëllimet e një projekti, të përfshihen të gjithë, jo vetëm ata që për shembull që flasin më shumë, ose të pranohen kur nuk dini diçka, right? Dhe të krijohet hapësira ku gabimet janë pjesë e mësimit. Ja, edhe shkojmë këtë dimensioni tjetër që është lideri krah për krah, dhe po ta shihni këtu domethënë është forma më e bukur e bashkëpunimit. Domethënë nuk është unë dhe ti, por jemi ne. Domethënë është gjithmonë ky partneriteti. Dhe partneriteti që përgjegjësia nuk ndahet 50 me 50, por është merret 100% me 100%. Kjo do thotë që në sukses të dy jemi përgjegjës, në vështirësi të dy jemi përgjegjës. Për shembull, nëse do kisha unë këtu një co-host, dikë që do ta ndaja gjithë materialin bashk, nuk do ishte që do ndanim, domethënë ti do bësh këtë slide, ti do bësh këtë slide, por që të dyja palët do ishin përgjegjëse 100% për atë që do thonim, se ideja është nëse më ndodh mua diçka, njeriu tjetër lideri tjetër në krah do e marri përsipër. Dhe kur I ndajmë gjërat, është ideja që nuk është se je e ditur, domethënë për të gjithën. Kështu që kur je në këtë partneritet, je partneritet 100%, është si ti jesh për shembull dy prindër. Je gjatë gjithë kohës 100% prindër, domethënë për fëmijët që keni, right? Domethënë kjo është edhe ideja e kësaj. Dhe sinergjia ndodh kur besojmë njëri tjetrin, right? Përdorim forca të ndryshme, jemi të përkushtuar domethënë ndaj qëllimit e jo ndaj egos të njëri tjetërve, të secilit. Dhe edhe pse për shembull do ketë raste që nuk bijem dakord, por prap ecim përpara, sepse e dim domethënë që ajo qëllimi I përbashkët është ajo që është më e rëndësishmja. Dhe si mund të shfaqet kjo te ju është për shembull nëse keni projekte në grup, ose keni bashkëpunime krijuese, ose keni iniciativa të ndryshme, domethënë. Dhe nëse secili mendon vetëm për vete, atëherë projekti dështon. Nëse mbështetemi plotësisht tek njëri tjetri, atëherë është ajo që ndodh sinergjia, ndodh magjia. Domethënë, dhe kjo është ideja që gjatë gjithë kohës mbështetemi 100% tek njëri tjetri. Normal që kjo ka procesin e vet, ka punën e vet gjatë gjithë kohës, domethënë. Dimensioni tjetër është lideri mbrapa skene. Ky dimension shpesh është dimensioni që është më I padukshmi, por pa atë faktikisht asgjë nuk funksionon. Dhe lideri mbas skene nuk është se kërkon vëmendje. Ky lider pyet gjatë gjithë kohës çfarë nevojitet grupit tani, çfarë nevojitet kësaj nisme, çfarë nevojitet kësaj organizate, right? Sepse ky lider gjatë gjithë kohës shërben, mbështet, fuqizon të tjerët. Dhe beson tek njerëzit edhe kur ata fillojnë të dyshojnë veten. Dhe
këtu besohet se shërbimi nuk është dobësi. Të shërbesh nuk do thotë të humbasësh veten. Do thotë që unë jam këtu dhe kontributi im currency. Dhe në këtë dimension, për shembull dëgjimi është akt leadershipi. Pyetjet janë më të forta se këshillat, domethënë kjo ka të bëjë me pjesën e coaching. Vlerësimi sinqert rrit besimin, right? Kur sidomos kur e shohim kur e shohim tamam, domethënë se dhe vlerësojmë që çfarë bëjnë tjerët. Për shembull, në këtë workshop, ju mund t'jeni të gjithë lider mbas skene, duke qenë të pranishëm, duke kontribuar në chat, duke mbajtur energjinë lartë, domethënë, por edhe organizatorët e këtij eventi janë lider mbas skenë, sepse pa ata kjo do ndodhte, right? Dhe kjo është leader behind, domethënë si dimension. Tani shohim pak liderin në fush. Liderin në fush nëse këto të tjerat pak a shumë kuptohen edhe nga fjalët, do të thonë nga përkufizimi vetë fjalëve, cila është përkufizimi, lideri në fush është pak më ndryshe. Pak më ndryshe sepse kemi të bëjmë këtu me këto 3 dimensionet. Dhe çfarë është? Domethënë kjo është ndjeshmëria, intuita dhe veprimi më njëhershëm. Por që lideri në fush nuk është që udhëheq një grup, një projekt apo një rol specifik. Ai udhëheq përmes ndjeshmërisë ndaj asaj që po ndodh përreth. Dhe kur askush nuk e thot me fjalë. Për shembull, në këtë dimension ne marrim përgjegjësi duke jo vetëm për veprimet tona, por edhe për ndikimin ton në atmosferën, energjinë dhe në klimën emocionale të një situate. Për shembull, këtu me ngadalësimi. Domethënë kjo është çelësi i këtij dimensioni. Domethënë për të qenë një lider në fush duhet të ngadalësohemi. Kur jemi gjithmonë në nxitim gjithmonë në mendje, domethënë të zënë me mendime, detyra dhe me presione, humbasim aftësinë për të ndjerë. Por kur ndalim në një moment, domethënë atëherë e shohim që ka tension, domethënë vërejmë heshtjen, vërejmë ndryshimin e energjisë dhe aty pastaj lind intuita. Dhe intuita nuk është se është magji, është thjesht aftësia e trurit dhe trupit për të përpunuar informacionin shumë më shpejt se mendja logjike. Dhe këtu lidha ajo, domethënë që është sensing. Lideri në fush që gjithë kohës pyet veten çfarë po ndodh këtu në të vërtetë. Çfarë po ndihet, por nuk thuhet. Çfarë po shmangim? Për shembull, e keni vënë re nëse hyni në një dhomë edhe e vini re që ka pasur mund të ketë pasur pak konflikt aty, domethënë para se të hyni. Domethënë është ajo ideja që gjatë gjithë kohës e ndjen, domethënë esencë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e parë është shumë me sensing, domethënë që sa e vëreun se çfarë, domethënë edhe sa i jap leje vetes që të ndjej, right? Të ndaloj pak edhe të ndjej që çfarë po ndodh. Pjesa tjetër, siç e shihni, është speaking and acting. Domethënë të flasësh edhe të veprosh. Leadershipi nuk mbaron me ndjeshmërinë, domethënë thjesht me atë sensin, por këtu në këtë pjesë është ajo që kërkon atë guximin. Guximin për të thënë që kam këtë ndjesi se diçka nuk po adresohet, domethënë, po e ndjej këtë tension. A mund të ndalojmë për shembull për një moment. Diçka këtu nuk po funksionon dhe nuk e di ende pse. Por që ke atë guximin që ta thuash, right? Edhe nëse nuk e di përgjigjen, edhe nëse nuk je e sigurt. Kjo është një formë shumë e lartë, domethënë leadershipit. Dhe pjesa tjetër pastaj është kjo që letting go. Domethënë e ndjej, e sense, e speak, domethënë gjej kurajon që ta flas, por e pastaj është edhe letting go, që është për të lënë atë nevojën për të pasur të drejtë, domethënë, edhe për të pasur kontroll. Është thjesht që e pata guximin, e kuptova, e thash, por që e kam të vërtetë apo jo, domethënë nuk mbështetem, nuk e mbaj fort, si ta them, atë si ide që e kam, sepse këtu është që e gjithë ideja është që marr atë guximin që ta adresoj, domethënë. Dhe jo mund të hapi pastaj diskutime për gjëra, se për shembull edhe mund të ketë pasur kaos, por që mund të jetë zgjidhur, right? Po që edhe ti prapë ndjen.
por që ndërkohë duke e thënë mund të hapet, domethënë mund të hapet vendi për diskutuar prap diçka që mbase nuk është zgjidhur akoma. Kjo është e gjithë ideja e këtij lideri në field. Është pak më e vështirë, domethënë, për të kuptuar se pjesët e tjera, po është e gjithë ideja që ndjen, e thua dhe e let go, domethënë, edhe për idenë që ishte mirë apo s'ishte mirë. Pastaj nëse do shihni, pjesa tjetër është dimensioni 5, është që i overlap të gjithë këto dimensionet e tjera. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse pa këtë dimension nuk kemi se si t'jemi tek asnjë nga dimensionet e tjera dhe pa qenë mirë brenda vetvetes, pa qenë në shtëpi brenda vetvetes. Domethënë nuk kemi mirë në asnjë, nuk mund t'jemi në asnjë nga këto dimensionet e tjera. Dhe si që thash, domethënë ky është shumë dimension qendror, është zemra e gjithë modelit, sepse pa liderin brenda, veprimet bëhen reaktive, leadershipi lëkundet, besimi mungon. Domethënë që t'jesh linder brenda vete do thosh që të pranosh veten ashtu siç je. Të jetosh sipas vlerave, të mos kesh nevojë, domethënë të pretendosh. Prandaj është edhe kjo pranimi i vetes, siç e ta shohim domethënë këto dy gjërat kryesore është kjo self-acceptance, self-authority, domethënë që pranimi i vetes. Dhe kështu jam, right? Dhe nuk është ideja që jam perfekte me ato që kam, por që tani e pranoj veten ashtu siç jam dhe e di që gjërat mund përmirësohen, e di që kam shumë gjëra që nuk di. Por për momentin tregoj vetes dashurinë dhe pranimin e aty ku jam, right? Sepse çfarë ndodh, domethënë kur pranojmë veten? Ndalojmë së luftuari me veten, kemi më shumë energji për të mësuar, udhëheqim me integritet, right? Dhe prania gjithashtu fillon në trup. Dhe një mënyrë shumë e thjeshtë për të lidhur me liderin brenda vetes është që të ndalim në një moment, të marrim frym, të ndjejmë trupin, right? Sepse kjo na ndihmon pasaj që të marrim vendimet më të qarta edhe më të qeta. Pra, kjo është që leadershipi qëndrueshëm fillon me paqen brenda vetes. Dhe self-authority ka të bëjë shumë me vlerat, me ato qartësinë që sa e qartë jam unë, me vlerat që më ndjekin, që më udhëheqin mua. Sa e qartë jam unë me vizionin që dua, që kam për veten. Sa e përjetoj, domethënë sa e walk my talk. Domethënë është gjithë ajo, sa në integritet jam unë me gjitha këto vlera. Pra, ky është mesazhi kryesor këtu, domethënë që leadershipi i qëndrueshëm fillon me atë me paqen me veten. Dhe të gjitha këto dimensione ekzistojnë brenda jush, domethënë sepse siç ju thash edhe në fillim është që në cilën moment çfarë kërkon se cilin moment prej meje, sepse nga ndonjëherë është që të duhet momenti është që duhet të udhëheqësh përpara, nga ndonjëherë do mbështesësh, nga ndonjëherë të na duhet të bashkëpunojmë, right? Jemi 100% në mbështetje me njerëzit e tjerë. Nga ndonjëherë duhet të ndjejmë edhe të flasim atë të vërtetë që nuk po thuhet. Por gjithmonë, domethënë gjitha këto është që kur jemi në paqe me veten. Pra, leadershipi nuk është diçka që bëhemi, por është diçka që praktikohet ditë për ditë. Dhe në çdo moment është një ftesë që të praktikojmë ditë për ditë leadershipin. Kjo është që doja pastaj të pyesja edhe juve, në cili nga këto dimensione ju vjen juve më lehtë dhe cili duhet i praktikoni më shumë dhe për ta bërë prap, domethënë më dukshme, këto ishin ato 5 dimensionet që ju përmenda. Unë listova disa pyetje, por po shkoj tek pyetja këtu, ato mund të shohim në fund. Shpesh e ndjej veten, domethënë si dua të jem lider krah për krah. Domethënë të suportoj, të mbështes, të shoh sfidë, domethënë challenges edhe cilat janë vështirësitë që timi, domethënë që po punon për atë projekt ka, në mënyrë që të kuptoj edhe të ndihmoj. Por e shoh që domethënë
kjo është një formë empatie, domethënë që ti do të jesh pjesë edhe të ndihmosh me dijet e tua të marrësh, por shpesh nuk e shoh që nuk është gjë e dur. Edhe më pëlqen kjo, nuk e kisha parë më herë, domethënë këtë kombinimin e dimensioneve, por po, shkëndshëm, do të duhet mendosh që s'mund të jesh në njërin anë, duhet të jesh pak nga të gjitha në mënyrë që të suksitesh, domethënë se di, nga përvoja ime. Vajza mund të flasin. Faleminderit, Erda. Faktikisht kemi përgjigje lideri brenda vetvetes të teftimi. Lideri brenda vete është që vjen më natyrshëm. Po, faktikisht po. Okay. Do marrim këto pyetje. Lideri brenda skenës. Okay. Po, faktikisht siç e shpreh në fillim, përgjigj çfarë do të pyetje, domethënë që mund të kenë jam të lutur të shkruajnë në chat që të kemi mundësi që t'i kemi përgjigje, por që se di, presim edhe pak ndoshta që të shikojmë nëse kanë të veprim në chat. Po, më ngena diçka ndoshta si përmbledhje le të themi e gjithë asaj çka the, diçka që ndoshta këshill ose se di çfarë mund të thuash ndoshta audiencës që të kenë parasysh në vazhdimsi edhe që ta kenë qartë le të themi për sa i përket pjesës së leadershipit, një lloj le të themi përmbledhje nga ana jote e gjithë kësaj çfarë na the sot, që ndoshta mund t'i japim pak edhe shtys pastaj edhe chatit që të pyesim se jo, pastaj nëse nuk kam pyetje normalisht që ne mund të vazhdojmë, por që ndoshta një përmbledhje e shkurtër nga ana jote gjithçka çka folëm. Edhe çfarë mund t'i këshillojë ndoshta audiencës që duhet të kemi parasysh që është një audiencë e re, jemi persona të cilët shmita në shkollë, pjesa tjetër, siç e thënë në fillim, sa kemi filluar në profesionet tona, s'kemi shumë, kështu që ndoshta diçka që mund na këshillojë për të gjithë asaj çfarë na solli sot. Atëherë, siç u thashë në fillim, për mua kjo e gjithë ideja e leadershipit është që çfarë përgjegjësie marr unë në çdo moment të jetës time, sepse e dim që jeta nuk është fushë me lule, por që e gjitha gjërat që ndodhin, si reagoj unë ndaj situatave, domethënë që çfarë përgjegjësie marr. Ke parasysh sepse kjo ka të bëjë shumë me atë që react versus response. React është ideja që reagoj në çdo moment, kurse response është ideja që okay, është ajo zgjedhja. Domethënë çfarë zgjedh unë që t'i përgjigjem kësaj lloj situate, right? Dhe aty në fundit aty e kemi atë lirinë edhe përgjegjësinë, right? Dhe kjo ka të bëjë shumë, domethënë kjo është që si jemi në lider në jetë. Lider në jetë ka të bëjë shumë me përgjegjësinë, right? Domethënë me atë mënyrë se si përgjigjemi gjërave, sepse të gjitha kemi atë aftësinë, domethënë për të përgjigjur. Dhe këto dimensionet janë shumë që, okay, në çdo moment jetës, dhe nëse shihni për shembull edhe brenda ditës sot, sa herë ju është dashur që mbase ju është dashur që të jeni lider në krye, kur nuk e di, për shembull keni pasur një punë grup edhe ju është dashur që të merrni një vendim, keni marrë përgjegjësinë që drejtoni gjithë grupin, po një moment tjetër ju është dashur që të uleni edhe të lini të tjerët që të flasin. Domethënë aty është liderin brapa skenës, right? Ose nuk është e thënë që për shembull të dilni në krye, por që jepni kontributin tuaj duke për të organizuar diçka, right? Ose kur vlerësoni ose kur bëni një pyetje të duhur, se është edhe ka të bëjë shumë me atë coaching, kjo pjesa e liderit mbas skenën, domethënë që si mbështet tjerët.
Kjo është ideja, domethënë është që gjatë gjithë kohës të jemi aq në lidhje, domethënë aq në të lidhur me veten, sa e di për shkakun që kjo lloj situate çfarë ka nevojë prej meje. Domethënë ka të bëjë shumë edhe me atë inteligjencën emocionale, domethënë që të kesh mundësi që të lexosh gjatë gjithë kohës ku jam unë, ku janë tjerët, ku është situata, ça është e nevojshme domethënë në këtë situatë. Right? Edhe çfarë duhet bëj. Për parasysh ka shumë pjesë. Domethënë është leximi, është ajo edhe i sensit, por që edhe pastaj është edhe lidhja me veten, edhe guximi që çfarë mund të bëj unë, domethënë dhe si i përgjigjem gjërave. Ndërkohë që po bëj përmbledhjen, kemi edhe disa pyetje faktikisht. Erimelta pyet për qenë lider i suksesshëm në jetë, cila është pika më e fortë ndër pesë ndarjet e leadership për ne të përqendrohemi? Të lider brenda vetes. Domethënë, ideja është që kur ke atë vetbesimi se duket ndonjëherë shumë fjalë, domethënë se vetbesimi nganjëherë mund kthehet në arrogancë, por që është kjo që është ajo humble confidence, që e di, domethënë, jam e qartë për vlerat që kam, right? Jam e qartë se kush jam e qartë që kam mangësira, por që gjatë gjithë kohës, domethënë punoj dhe mësoj edhe, domethënë jam e hapur që të mësoj gjëra të ndryshme. Dhe duke qenë mirë brenda vetes dhe grounded, se di si është në shqip, po që gjatë gjithë kohës je i qëndërzuar, atëherë është më e lehtë që të shkosh në këto dimensionet e tjera. Domethënë që t'jesh në liderin krye, sepse kur je i qëndërzuar, e shef për shembull shumë mirë situatën, që çka ka nevojë kjo lloj situate, ka nevojë për shembull për mua që të ke parasysh që të tërhiqem pak, right, edhe të lej tjerët që për shembull të flasin, apo ka nevojë për mua që të drejtoj të tjerët. Domethënë po kjo nisi gjitha kur je i qëndërzuar, që i kupton mirë, edhe që i lexon mirë situatën, është mund t'jesh mirë në gjitha dimensionet e tjera, domethënë sepse po të shohësh edhe në dimensionet e tjera nuk ka shumë ego. Ase për shembull po ishe në lider në krye dhe dikush është më i mirë, ka talent më shumë, domethënë do ta lësh që ata të marrin situatën në dorë, right? Nuk është luftë egosh, domethënë asnjë nga këto. Po që kjo vjen edhe duke punuar ca me veten. Ndërkohë unë do mundojmë të lexoj të gjitha ato që më janë shkruar në chat, edhe pse ndoshta mund të jesh përgjigjur deri diku disa pyetjeve të tjera, por Eftimi thotë, mendoj që me zgjidhjen e liderit brenda vetes, përgjigjet e pyetjeve të tjera janë të gjetura. Pyetja ime do të ishte si mund ta gjej zgjidhjen e njeriu tek lideri brenda vetes, cilat janë veprimet që shkojnë drejt zgjidhjes së plot. Se vetëm komandojmë, thotë Eftimi. Zgjidhja me çfarë kuptimi është kjo zgjidhja? Si mund ta gjejmë zgjidhjen? Ndoshta mendoj ka të pjesa që si mund ta zgjedh liderin, ndoshta nga situata, mbase duhet presim një lloj reagimi. Do thotë që shkon drejt zgjidhjes së situatës. Po mund të Eftim, mund të flasësh? Përshëndetje, si kaluat gjithë? Mirë, si jeni ju? Si jeni qenë? Mirë, faleminderit. Dhe jo, isha tek pjesa e liderit brenda vetes, se më pikasi si gjë, domethënë, më tërhoi që shumë vëmendjen. Se kjo ndarje e gjithë ishte interesante, po tek lideri brenda vetes e kisha më shumë atë vëmendjen më të madhe. Tani, siç e thash, domethënë, vetëm veten komandojmë ne nuk komandojmë dot veprimet e tjerëve apo se ç'a ndodh, e zëm në një ambient pune kur ti je një lider, do bashkëpunosh me njerëz të tjerë. Çështja është si mund ta gjejmë ne zgjidhjen e liderit, domethënë të jemi ne gjithmonë të motivuar, të jemi ne gjithmonë ta ndjejmë brenda vetes, sepse lufta më e madhe besoj është gjithmonë brenda vetes, jo me të tjerët.
Ne të jemi domethënë edhe pse mjedisi apo mund të lë për të dëshiruar, ne të jemi gjithmonë me mendimin pozitiv, domethënë. Të gjejmë zgjidhje gjithmonë. Kjo është çështja. Tu e kam si gjë. E para, domethënë, para është themeli i Disa gjithave veprime, them. se po të pres fjalën, disa veprime që të çojnë drejt, se ajo dihet që Mhm. është fushë e madhe, po që të çojnë drejt Po, kësaj kuptoj, gjës, të drejt kuptoj. liderit brenda vetes. Të kuptoj. E para është qartësia e para, do të thënë, që si të shkosh deri aty. Qartësia ndaj vlerave. Do të thënë, kur them ndaj vlerave është që çat udhëheq. Do të thënë, cili është kompas që përdorim ne për të marrë vendime, për çdo lloj vendimi. Right? Do të thënë sepse ato janë vlerat, çfarë është e rëndësishme për ne. Dhe cilat janë ato principe që udhëheqin çdo veprim. Dhe kur ka mos përputhje, për shembull të vlerave dhe të veprimeve, atëherë nuk është se jemi aq lidhur me liderin brenda vetes. Domethënë këtu niset hapi parë. Domethënë sa i qartë jam unë, sa i qartë jam unë ndaj vlerave që kam, right? Edhe Tani e bëj veprimet që lidhje. bëj. Kur ta? Tani e bëj lidhjen, them, me këtë që the, tani e kuptova, jam i qartë. Okay. Domethënë kjo aty është hapi parë, right? Edhe pastaj ka dhe gjëra tjera që bëhen, po nëse fillon me vlerat, fillohet aty. Ja. Okej, ndërkohë po vazhdojmë pyetjen e radhës. Joana pyet çfarë ndodh kur një lider është i fortë në krye, por i dobët brenda vetvetes. Besoj se lideri fort në krye varet, do të thënë sepse këtu, siç e kuptoj unë pyetjen, është që ka të bëjë shumë me ego të fort. Right? Do të thënë, dhe sidomos kur ka ego të fort, nuk je shumë i lidhur me veten. Do të thënë sepse je drejtuar nga do të thënë nga gjëra nga një pjesë e jotja, jo nga gjithë e jotja, nëse kuptohet. Do të thënë është sepse kjo është që kur ka ego shumë të fortë, do të thënë mund të jesh lider i fortë në krye, por që nuk je i lidhur për shembull me qëllimin që ke si person, ose nuk je i lidhur shumë me vlerat që ke. Do të thënë dhe kjo është ajo lideri brenda vetes. Sepse edhe nga janë nuk mund të jesh lider i fortë në krye nëse nuk je i lidhur me veten. Do të thënë është ekuacion, do të thënë që nuk shkon, nuk ndodh mirë. Pra nuk mund të qëndrojnë me njëra tjetër, pra nuk mund të jesh i fortë në krye dhe të kesh një lloj dobësie brenda vetvetes tua. Ja, sepse është falso, do të thënë lideri i fortë në krye, edhe pastaj varet se çfarë për kufizimi ke të liderit fort. Right, do të thënë që është thjesht që okay, drejtoj njerëzit, po i drejtove njerëzit dhe nuk je i lidhur me njerëzit, nuk je lider i fortë, do të thënë. Kupton? Edhe ajo kur nuk je i lidhur me njerëzit, nuk je i lidhur me veten. Sepse s'ke si të lidhesh me njerëzit, po nuk ishe autentik, po nuk ishe, do të thënë, i qëndërzuar, po nuk ishe vetvetja. Right, është lidhje e false, do të thënë. Kupton? Prandaj do të thënë është ekuacion që nuk qëndron shumë. Edhe pse ndoshta mund të jetë në një rast, besoj mund të shojmë ose marrim hipotetikisht, le të themi që mund të kemi një person që ndjehet shumë i fortë, të shpalos le të themi liderin në fytyrë të personave të tjerë, ndërsa në vetvete mund vijë atë lloj dobësie në thonjza ose të ketë ato lloj pikëpyetje brenda vetes, mund të jetë ndoshta edhe kjo pas pyetjes që është bërë, sepse shumica prej nesh mund jemi lider, por që mund të ketë raste që kemi ato dyshimet tona. Besoj kjo mund ndodh, pjesa e dyshimit në vetvete. Po dyshim, po njerëz jemi, ke parasysh prandaj që gjithkohës edhe kur je lider në krye, ke dyshime. Prandaj është edhe ideja ajo që t'jesh, për shembull, kur nuk e ke egon shumë të fortë, është edhe që mund të pyesësh njerëzit që je të lidhur, dhe për shembull nëse e di që dikush ka talentet, siç e thashë më përpara, domethënë që është më i mirë për një çështje ose për një situatë, mund t'ja lësh atyre, domethënë mund t'ja lësh atyre talenteve që të marrin the lead, right? Domethënë të marrin udhëheqjen.
E kjo është, po. Po nuk është e thënë edhe kur je i lidhur brenda vetes, domethënë që mos kesh dyshime, sepse në fundit jemi njerëz, domethënë kemi shumë kemi shumë zëra brenda vetes. Po. Por që mund të koekzistojmë, le ta themi si përgjigje të pyetjes, mund të jetojmë njëra tjetrën nëse ka të bëjë me pjesën e liderit edhe dyshimeve brenda vetes, prap mund të koekzistojnë edhe mund bëhesh një lider shumë i mirë në të ardhmen, duke hequr pastaj gradualisht të dyshime. E kemi këto mund ta quajmë si përgjigje të pyetjes, besoj, nuk e di nëse do ta elaborojmë më shumë, por që besoj. Okej, po, cilën dimension shumë i tashme. Ne po kryesisht ne jemi shumë të mirë nëse flasim për femrat, sepse jemi aq të lidhura me intuitën, domethënë lideri në fushë është shumë i zhvilluar, domethënë tek ne. Ideja e kësaj që ta lexojmë situatën shumë mirë, domethënë të kemi inteligjencën emocionale të lartë. Dhe por ku ndodh, domethënë që nuk kemi shumë guxime që ta themi, pavarësisht se domethënë mund ta ndjejmë dhe mund ta lexojmë shumë mirë situatën. Këtu ideja e kësaj, domethënë e liderit në fushë është që e ndjen, por që merr guximin dhe ta thuash. Right? Domethënë prandaj e lider. Domethënë që guximi është pjesa kryesore, domethënë që e thua. Kjo është për ne. Pastaj nga ndonjëherë shumë e vështirë edhe kjo lideri krah në krah. Domethënë kjo sinergjia dhe të besuarit 100% që kryesisht ne si shoqëri, domethënë mund ta përgjegjësoj pak, domethënë është shumë vështirë për të krijuar besimin tek njerëzit e tjerë. Por kjo ka, domethënë, do kohën e vet që të krijohet ai besim që të besosh 100%. Domethënë, edhe që të krijohet ajo sinergjia që pjesa domethënë shuma është më e fortë se secila pjesë. Domethënë kjo është pjesa e sinergjisë këtu tek lideri krah. Pyetja tjetër, ke patur momente kur duhet të rishikosh dimensionin tënd në leadership edhe si ke vepruar? Good one. Domethënë, ajo përgjigjja e asaj pyetjes më përpara që thash që ku është dimensioni që domethënë duhet të përmirësoheni më shumë. Për mua ka qenë gjithmonë lideri krah dhe akoma. Edhe prandaj po ju thoya edhe kjo pjesa e të besuarit 100%, domethënë. Kam bërë shumë co-leading, domethënë, edhe nga ana e punës, kam dhënë shumë programe leadershipi, domethënë me kolegë të tjerë, por që ideja është që ka aq shumë për mua, personalisht, domethënë do aq shumë punë kjo që të jetë shumë e suksesshme, sepse e para është duhet ta njohësh mirë personin, e dyta është duhet të qartësojnë gjithë ato hamendësimet që kemi, sepse zakonisht ne krijojmë hamendësime për njerëzit, right? Domethënë i fusim njerëzit nëpër kutira dhe për që krijojmë historira të ndryshme. Kështu që duke bashkëbiseduar, duke njohur personin, duke shprehur dhe frikrat, domethënë që kemi, krijohet më shumë edhe besimi. Dhe pastaj edhe kjo për të krijuar disa marrëveshje, right, se si punojmë për shembull së bashku, që të jetë ajo qartësia midis të dyja palëve, që ç'është e rëndësishme kur punojmë bashkë, ç'është e rëndësishme për të dyja palët, right? Domethënë por gjithmonë komunikimi duhet jetë shumë i qartë. Dhe duhet komunikuar për çdo gjë. Domethënë më mirë të komunikohet më shumë se sa më pak. Domethënë kjo është e gjithë ideja e këtij liderit krah. Domethënë çdo frikë, çdo amëndësim, çdo gjë të paqartë, domethënë duhet komunikohet që të jetë eksperiencë sa më mirë, domethënë për të dyja palët dhe gjithmonë është mësim. Domethënë kjo kur
për mua kjo ka qenë, domethënë si kam vepruar është ideja që kam komunikuar, domethënë për çdo gjë është komunikuar dhe kur ka pasur hatërmbetje. Kupton se nga ndonjëherë anashkalojnë gjërat, por kur flitet pastaj kuptohet që nga ndonjëherë nuk është se është thënë me të keq, por që për momentin duket sikur është thënë me të keq. Kupton? Dhe që të sqarojnë. Besoj, nuk e din që se pyetje më tepër nuk shoh. Po kemi pyetje të fundit, besoj, sepse nuk kemi edhe shumë kohë. Si mund të jemi shumë të mirë në komunikim kur e ke shumë pengesa, më shumë se u përmend thotë Ertine. Kur ke shumë pengesa, për çfarë pengesash e ke fjalën? Nëse mund ta shkruash, tim sepse nuk kemi shumë kohë në dispozicion, por që pengesa Komunikim për po, kjo pastaj është pengesë në komunikim. E para vjen, besoj, nga paqartësia, edhe domethënë nga zhurmat që i vëm vetes. Domethënë dhe zhurma janë, siç thash më parë, hamendësimet sidomos që krijojmë. Right. Pastaj zhurma ke edhe nga të brendshme, ke zhurma të jashtme. Domethënë është për shembull ç'a kanali përdor për komunikim, se mund të kesh komunikim me telefon, me email, me të drejtë për drejtë, me SMS, domethënë është edhe për të kuptuar, e para për të kuptuar, domethënë audiencën, publikun me kë po flet. Dhe për ta përshtatur mesazhin me atë që po flet. E dyta për të kuptuar kanalin, domethënë që ç'a kanali zgjedh për ta përcjell mesazhin. Dhe e treta është për të qenë sa më i qartë, domethënë për mesazhin dhe qëllimin e mesazhit që do të japësh. Domethënë qëllimi i mesazhit është për të informuar, për të marrë informacion për atyre, është për ta bindur, është për të ndikuar, domethënë varet. Ke parasysh, po që të gjitha këto vinë nga qartësia e jotja, domethënë si person që, okay, kush është person, domethënë çfarë mesazhi dua të jap unë dhe qëllimi i mesazhit që dua që do përcjell. Right? Është i qartë. Është shumë e qartë, nuk kemi shumë kohë faktikisht më, por që ndoshta do duhet një sesion i dytë që të flasim prapë me audiencën dhe të diskutojmë pak më tepër. Milena, unë duhet të falenderoj shumë që na dedikove kohën dhe na u bashkove sot, dhe sidomos sepse do mbahesh më shumë gjatë, sepse personi i parë që na e bashkuar tek sesioni jon Spark, kështu që shumë faleminderit, ne do të mirëpresim gjithmonë edhe në sesionet e shme patjetër. Faleminderit shumë për gjithë personave që na u bashkuan sot dhe që shndruan deri në fund. Faleminderit Agresta, Eralda, nuk e di nëse të doni thoni diçka. Ndërkohë Milena po përndan edhe, nuk e di, për të ndjekur besoj. Okay. Të lidhemi në LinkedIn po deshet. Në LinkedIn për personat që janë të interesuar. Nuk e di nëse keni një fjalë përmbyllëse, Agresta, Eralda. Unë do shtoja që dhe shkojt edhe në mesazh. Faleminderit shumë Milena si ishte pjesë, edhe patjetër unë jam regjistruar në atë newsletterin që ti dërgon çdo ditë, edhe sinqerisht domethënë më ka motivuar, domethënë e shpenzoj pak minuta në mëngjes të shikoj se çfarë më sugjeron Milena, domethënë të ndryshoj pak nga ajo rutina. Dhe prandaj shkruajta aty, ndoshta nuk kemi minutazh, por patjetër që ne me personat që kanë marrë pjesë dhe i kemi emailet shumë prej tyre. Do të shkruash, domethënë mund të bëjmë share edhe të përveç LinkedIn-i, domethënë edhe të këtyre gjërave të tjera që ti ofron me dëshirën tënde vullnetarisht, domethënë edhe është shumë mirë që të përfitosh. Domethënë pavarësisht ja apo si e fushës, unë gjej veten gjithmonë edhe vajzat bashkë, domethënë le të dëgjojmë diçka tjetër, le të shikojmë se si dikush tjetër domethënë e mendon këtë gjë që ne e kemi menduar në këtë formë. Shumë faleminderit. Faleminderit e juve. Faleminderit. Agresta, diçka të fundit? Faleminderit gjithëve.
Do shikohemi përsëri në edicionin e radhës të Spark. Deri atëherë, ciao, bye, shihemi. Ciao, ciao. Shi. Ciao, Ciao. faleminderit.